të qëndrën me orë të tëra se ku du të pastrohet gjenazja, për me morë dhe ujë gjenazës. Ai duhet të lumtojnë dhe shkon të filan banesa dhe t'ja mërë tesha dikoj që i ka qitë prej maqinës e në vik dhe më thonë, jenë gjërat të ndyta dhe të ulta. Kështu që në momenti kur ti e hapë, aje ku ndërman, aje ka erë, aje ka energji negative, edhe thotë dikur, unë hoshtë të qela, po ti, ku merë vesh ti mërë vlo që e qele këtë? Prandaj nëse i gjeni ato, merë shkrepën dhe digje dhe përfundon gjithë shka. Po mu vjen shumë çudi. Njerëz që kemi do me thonë mbi 1 milion shqiptarë në diasporë, me u marrë me gjëra, po them sinqerisht, ende, me ju besu këtyre, do me thonë na e besojmë sirën që ekziston, ka ndodhë dhe të këmë ndodhë përsëri, po nuk duhet të bëmi aq të dobet që na me u marrë me gjëra në shekullin, do me thonë 21, a me kollë? Ku që të do me kolla, jo mëre. Pse? Bërë një shkuzoni në diçka vëllosën, cigare nuk e pi. Po, anë qenë pallu. Edhe e digje. Mi ka të shikuzi që po. Kamera nëse mund të përfokusohet. Na bjen diçka që është e metal, lutem. Po, nuk jam duke bu ndaj studim diçka Qeve që të tonë, së është e metal, po që të kallë. Qëllimi është publiku le ta di shumë mirë. Mos mashtrohen me shku Tham diçka, o zënderon, vetëm pak, nëse më labi edhe kënë. Patjetër. Nëse është në citat, Bismillahirrahmanirrahim, bjen shumë keq për juve të dyve dhe për pastorin për krejt neve. Nëse është citat, Bismillahirrahmanirrahim, atëherë nuk e di a kallet a nuk kallet, vetëm këto deshta. Vetëm këto deshta. Po, që unë me që tash nuk e di çka keni se ju nderuam. Jo, unë e them me domethënë me përgjegjësinë më të madhe. Kudo në botë nëse shkon. Kudo në botë, jo vetëm Kosovë, që kemi xhallah, e njerëz që japin studime islame këtu, po edhe ata që janë musliman, që për shembull kam një koleg, profesor Ishak, jam mësim në Universitetin e Jafës. Po, mos të miku, po. Po, unë na po shpjegojmë. Shpjegojmë, përsa jemi ftu. Po, da e marrë gjunaf dhe këtë marrë të ditë. Ashtu? Atëherë, çfarë do të ekziston? Ky Kur'an, nëse është Bismillahirrahmanirrahim, do të jetë në librin e shajt dhe në xhami. Nuk kemi nevojë këkun jam ja ndo copa dhe mja dhanë. Qartë. E kupton? Unë prapë tha në fillim. Nëse beson Zotin, do ta beson ashtu si është. Jo ti që do me besue. Hajmalia është pjesë prej shërbimit. Edhe nëse ka. Më me dëgjuar se çfarë ndikimi ka pas te Para se më dëgjoj, kisha po me kozë, ky bëllë unë e pisha që këto janë të trijet një person i pasa shkruar. Unë këto jam të po. Një person. Unë me kollë para se me unë më me kollë që unë tash thon bismillah, edhe djegum këtë keqe që dikush ja ka përgatit dikuj dhe një me plot familje për nuk e di a shehu a kush e përmeni në Evropë. Po, ka është e vërtetë që shumë familje bëhen sebeb njerëzit me fisane me ndo, me shkatru familjet, me mbet fëmija jetima. Po do me thonë thjesht me dje këtë hajmali, që mos me mendu njerëzit që kjo ty nuk trun hajmalia, nuk mbron hajmalia, ty mbron Zoti, krijuesi, fuqi plot, i cili ka kriju gjithësinë dhe gjithçka ka mes tokës dhe qiellit, dhe un po djeg dhe nuk ka mundësi kjo asgjë më dëmtu, a mu asgjë, për shkak se jam duke djeg një diçka që njerëzve ashtu i bëhet e prirur me i besu veç hajmalis. Prandaj punoni, studioni se doni më bëhet ditur, nëse doni më bëhet pasur. Kryeni domethënë fakultete për biznes, për ekonomi, e jo me hajmali nuk mund me mbri askund. Këto janë vetëm duke i shkatru familjet, duke lënë jetima, sepse faturën më të shtrejt janë duke pagu fëmijat që po mbesin jetima. Prandaj duhet të kenë kujdes nga gjithë ata që thirrën, që janë rukjegji, po në fakt janë mashtrues, edhe janë çka duke i mashtru edhe gratë, edhe burrat, edhe duke ordejtë ndamja. Po la? Po. Ja, themi të lavi çka Jo, pasuri pat një pyetje shumë e vërtetë me vend që tha sa ka ndikuar. Unë nuk jam teolog i besimit islam, unë jam një psikolog i diplomuar, bachelor dhe master në psikologi. Po, mos me kallëzu çu shka ndiku. Organizative dhe sociale. Ashtu kam kryer shkollët urtë dhe të mesme muzikës. Tani jam përfundim në bachelor. Po, si ka ndiku la? Patjetër. Në bachelor në muzikologjin. A mos si ka ndiku kjo po? Unë nuk mundet me ndiku te unë sepse unë nuk kam nevojë ndërmjetësues me pas të Zotit. Sepse unë kam vetvetiu, domethënë me rrugjet e mia me namaz që bëj 5 herë në ditë, edhe do thotë unë jam i lidhur gjithmonë në makinën time, veturën time. Edhe kur flen familja ime, edhe kur zgjohemi, ne gjithmonë jemi me avdes, edhe gjithmonë jemi i lidhur me Zotin. E kështu që unë këto nuk mësojnë mua sepse më kanë zënë herë, prandaj gjithmonë vjen sebepi
diçka që ti të udhëzohesh në një rrugë, sepse unë kam edhe shok dhe shumë jara në besimit katolik, protestant. Kam pas edhe një bashkëpunëtor që ka punu me një fabrikë time, një pastor i protestant, shumë gjëra kam mësuar edhe prej tij, kështu që unë kam shku edhe për shenjë respektit që kam shqiptarët besimit, do të thonë shqiptarët e tanë gjakut i jonë, besimit katolik kam shku edhe kishlaqet me respektu, me nderu, po unë jam besimit islam, kështu që familjes time nuk i zënë më së hire, sepse ne jemi gjithmonë me avdes, e gjithmonë jemi me namaz. Ja ka mundësia se hiret hoxha të zonë se hiret me avdes? Po kur je me avdes nuk besoj. Që avdesi është një mbroj, po është e pamundur nëse dikush mundohet do ta lu momentin e duhur për me të bëu oksigjen. Sa i mund me qitë në ushqim, mund me qitë në pije, po më prapë thash, njerëzit të cilëve ju mungon besimi, ata i thonë vetë musliman. Po një diçka e vogël e shet që ka deviju, edhe mundohet me hoxha nuk ndihmon. Hoxha mundet me qenë një urë lidhse, me të ofru drejt e krijuesi, nëse ti zbaton mësime që ti sugjeron imami ose hoxha. E vërtet. Po një perspektivë edhe ndryshe pak me pa. Po. Do të konfrontu. Jo. Edhe nëse konfrontohemi, nëse është për të vërtetën është në rregull. Po se jeni të argjukuve po. Bota shpirtërore dallon prej botës fizike. Njerëzit normal që kanë nevojë me pas një manifestim atë që Fehimi e tregoi më herët që kanë diçka me pas, që me zhvendos nga çështja shpirtërore në diçka konkrete. Mirë, një hajmalit të tillë, çfarë që qoftë atje, për ime ose fals, mundet kushdo mundet me kall, kushdo mundet. Pyetja është, a mundet ne me djeg autoritetin edhe frymën që është pas kësaj. Për kuptimin tonë, për kuptimin si të krishterë dhe çfarë thotë edhe Biblia, nuk ka rëndësi, desh bë kryes, desh merr avdes, desh shkatur zhba, nuk për bindjen, për flasë si një krishterë si teolog, këto gjëra nuk janë preventiv në asnjë lloj gjëje. Mirë është besimtarë që kanë besimin e ulët, me i këshillu kështu, mirë është, ndikon. Pa është ajo që e shëron dhe rregullon punën, jo, nuk është. Prandaj mundet me ndodhë që edhe ne bijem nga mos funksionalizimi i kësaj gjëje, njerëzit nuk rritën besim edhe na mu i meros sikurse ata që bojnë vetë magjia sepse nuk po prodhon punë. Çfarë është, ku është autoriteti sipas Biblës? Perëndia duke ditë që ne jemi në lloj robrie nga bota e errët, ka dërguar Krishtin birin e vet për më ardhur me shkatrua veprën e djallit edhe ata vetë me çfrontsue nga jetët tona. Pra çfrontsimi është me heq autoritetin e